Nga presidenti Amerikan Donald Trump tek Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky, më shumë se 400 personazhe përcollën mesazhe në Bulevardin Republika të Korçës në parakalimin e edicionit të 16 të karnavaleve. Në paradën e mbi 35 trupave pjesëmarrës nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Greqia, Malizi, Bullgaria e Polonia, Korça u shndrua në një skenë mahnitëse ngjyrash, muzikës dhe kostumeve të veçanta. Bredhat e bukur që ne zbukurojmë gjithmonë, por pse jo dhe gjithë pyjet e Shqipërisë. Besoj që është më mirë se çdo vit tjetër, ne kemi 6 grupe të huaja, kemi 22 grupe korçare, kemi 10 grupe të reja që kemi krijuar, siç i shikoni, janë gati 60 kostume të reja që nuk i kemi patur dhe atmosfera është e paparë. Gëzuar karnavalet, gëzuar nga Korça. Këtë vit nuk e di, po fëmijët duken më të lumtur që na shikojnë, janë më të afruar. Duket më vit i veçantë. Kostumet e kuruara deri në detaj vijnë të frymëzuara nga mitologjia, folklori apo tema bashkohore dhe të aktualitetit. Është Trumpi në krye dhe qëndron sipër të tjerëve, Putini, Zelensky. Kanë disa karikatura të lezetshme, të cilat po shprehin mendimet tona dhe të shikojmë politikanë në një formë tjetër. Drejti dhe mbretëresha e detit. Shumë të emocionuar. Po. Gjithmonë një vit një risi e re, një vit më ndryshe. Një fotoalbum me detajet pikante të karnavaleve u publikua edhe nga kryeministri Edi Rama. Karnavalet e Korçës, të konsideruara tashmë si një ndër ngjarjet më të spikatura të jetës kulturore të qytetit, jo vetëm që ruajnë një traditë të hershme, por edhe forcojnë lidhjet ndërkulturore përmes artit, festës dhe pjesëmarrjes së gjallë të komunitetit.